Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu është zotuar se javën e ardhshme do të bëjë të ditur ditën dhe orën e saktë të seancës konstituive të Kuvendit. Haxhiu ka theksuar se u ka dhënë kohë mjaftueshëm partive politike për takime para thirrjes së seancës. Janë 60 ditë pas konstituimit Kuvendit Republikës Kosovës e kam vlerësuar që t'u jap partive politike kohën në dispozicion në mënyrë që të mbrimte një marrëveshje që sapo pastaj të konstituohet Kuvendit i Republikës së Kosovës të mos ketë nevojë që të presin 60 ditë për të zgjedhur presidentin, ose të mos vinë në një situatë që nuk besoj që dikush e do, që mos ta zgjedhin presidentin dhe që të shkojmë edhe një herë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Haxhiu pati një vlerësim të mirë për LDK-n dhe PDK-n që pranuan takimet me vetëvendosjen. E kam vlerësuar pozitivisht qasjen e LDK-s dhe PDK-s, pra që kam pranuar që të vazhdojnë këto takime. Nuk më duket mirë që tashmë LDK-ja ka pezulluar si me thënë takimet për të arritur një marrëveshje. Ftoj edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës që t'i përgjigjet pozitivisht ftesave për takime, sepse nuk mund të kemi marrëveshje pa pas takime. Në këtë deklarim për mediat, Haxhiu foli edhe për dekretimin e Zenullah Gashit për kryeprokuror të shtetit. Zenullah Gashi nuk ardhë nga rruga që të bëhet kryeprokuror. Ai ka qenë kryeprokuror i prokurisë themelore. Prandaj këto deklaratat por janë, si me thënë, përpjekje dashakeqe për me dëmtu një proces që ju gjithë e keni parë, që është mbikëqyr edhe nga organizatat kredibile të shoqërisë civile dhe po ashtu edhe nga partnerët ndërkombëtar. Haxhiu shtoi se dekretimi më i shpejti kryeprokurorit u kërkua edhe nga organizatat e shoqërisë civile që monitoruan procesin. Gjatë tërë ditës, aeroplanët ngritën e aterojnë në aeroportin e Prishtinës. Por të hënën e 13 korrikut, një helikopter u ballafaqua me një problem. Ai gjatë kohës së fluturimit u pengua me rreze laseri. Për shkak të lartësisë së aeroplanit nuk dihet se nga erdhi kjo rrezë laseri, por sipas përshkrimit të pilotit, ka qenë nga komuna e Lipjanit afër fshatit Janjev. Madje ky mjet i përkiste këforit. Këta të fundit përmes një emaili një ditë më vonë e njoftuan Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Në bazë të informatave që ata kanë, ngjarja ndodhi të hënën në mbrëmje. Rasti ka ndodhur me 13 korrik 2026, ndërsa informatën e kemi pranuar të nesërmen përmes emailit nga KFOR. Në bazë të informatave të dhëna në email, rasti ka ndodhur në afërsitë e Janjevës. Sipas informatave të pranuara, konsiderohet që nuk ka qenë në fazën e aterimit, mirë po ka qenë në fazën e fluturimit, ka qenë helikopteri KFOR-it. Rasti është iniciuar te policia tek këtë enjte, të cilët njoftuan se hetimet po vazhdojnë. Ndërsa nga Prokuroria Themelore e Prishtinës nuk dhanë shumë informacione, por bën të ditur se po grumbullohen prova. Pas pranimit të informatës nga Policia e Kosovës, prokurori i shtetit ka iniciuar rastin si rrezikim i sigurisë së aviacionit civil me autorizim të prokurorit të shtetit. Policia e Kosovës dhe të gjitha njësitë e tjera përkatëse janë duke ndërmarrë veprime për grumbullimin dhe mbledhjen e provave të nevojshme në lidhje me këtë rast. Për çdo zhvillim të mëtutjeshëm lidhur me këtë çështje, do të njoftoheni me kohë. Televizioni ka dërguar pyetje edhe KFOR-it për detaje shtesë, por deri në publikimin e kronikës nuk ka marrë përgjigje. Të akuzuar janë 8 persona. Betejën para drejtësisë Samil Lushtaku, Rustem Rukolli, Ismet Haxha, Fatmir Mjaku, Recep Gjota, Skënder Tahiri, Sheremet Jashari dhe Bajram Dibrani, po e zhvillojnë për vepra që dyshohet se janë kryer në vitin 2014. Bëhet fjalë për arratisjen e Samil Lushtakut nga QKUK-ja, gjatë kohës ai ishte në masën e paraburgimit për rastin Drenica, si dhe për ndikim në dëshmitar të këtij procesi. Gjyqi për akuzat për krim të organizuar ka filluar prej disa vitesh.
Kjo kohë gjatë e gjykimit për të akuzuarit ka humbur kuptimin. Në seancën e së hënës u dha mbrojtja e të akuzuarve. 6 prej tyre, Samil Ushtaku, Rustem Rukolli, Ismet Haxha, Fatmir Mjaku, Skender Tahiri dhe Bajram Dibrani u mbrojtën në heshtje. E Recep Gjota, që akuzohet për ndikim dhe friksim të dëshmitarit C në rastin Drenica, pati disa fjalë. Gjota tregoi se me këtë person kishte pasur kontakte të mira pasi ati kishte ndihmuar në shumë raste. Telefoni ti sa herë më ka zilu, po me kohën gjithë natë im shku se u ko halëqi. Ja kom kalu, ja kom 10 euro, ja kom 50 euro, ja kom 100 euro. Ja kom pagu qira në 2 muj, 3 muj se ka dosh në qini. Pa i thecë Makedonikil kërë, pa ju shumë buk për mështë. Gjatë gjithë kësaj kohe, Gjota thot se nuk ka pasur dijeni se ky person ishte dëshmitari mbrojtur në një çështje penale. Në momentin që më prishë raportet ekstern tina, kur më ka qurë, mi ka lyp 15.000 euro. Para e merë 15.000 euro, që ka për dytë, mi mobilu që atë banesën që ja përnon fushkësur. Një banes, një dhëmë shë 15.000 euro në atë kohë që një kate kështë mobilu. Në të vërtetë s'kisha e dike që s'kam. Edhe, të më thëtë, lypjo komandanta. Të drejtën e dhënjes së mbrojtjes e shfrytëzoi edhe Sheremet Jashari. Sipas tij, e gjitha këto akuza është montim nga Oleksi. Për grupin e Drenicës kom një, po kësë nuk si kom kërkuj kur. Kjo është akt akuzë e pa baze. Kjo nuk ka ngrit asë një trup qyk prokurori Kosovës. Kjo ka ngriti Oleksit, e ka ngrit një person i ndis që ai nuk ka zot beson gjonë. S'kom kry kur farë vepre, s'kom bu kur farë kësnimesh, s'kom bu veprat kësia. Këto janë krejt montimet Oleksit. Madje kjo atë e shtyri që as mos ta lexonte fare akt akuzën. Ka ardhur Oleksi më ka pru akt akuzën të shtëpia, si më ka pru kum posi ka thar, mrena dhe kum kohë krejt. Gjysën e kum kohë, gjysën ka mecë aty, se se nxoke ka thurën më shumë. Paraprakisht trupi gjykues refuzoi kërkesën e prokurorisë që të lexojnë deklaratat e 4 dëshmitarëve. Procesi do të vazhdojë me dhënien e fjalëve përfundimtare nga palët. Investimin 26 vjeçar ju përfundoi në këtë mënyrë. Është kjo gjendja e shtëpisë së familjes Maxhuni në lagjen e spitalit në Prishtinë. E në këtë gjendje, kryefamiljarja Shqipe Berisha Maxhuni thot se e sollën punimet në rrugën A. Kam bë apel edhe në teren, edhe përmes shkrisës elektronike zyrtare që kanë njoftu dhe kanë kërkuar nga Drejtoria Investimeve Kapitale që sa më shpejt jetë mundur për ndërmarrja me masave parandaluese për ndonjë fatkeqësi me për masa më të mëdha. Mas 2 javë dite, eskavatori ka fillu me punu. Mas 10 minutave që kam fakte në telefon, që i kom inqizu prej poshtë, ka ro mure, do me thoni, për parëm i shpis, veç kam fillu rënim shembjet e dhejot prap. Problemet për këtë familje thonë se nisën në majin e vitit të kaluar, kur Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca kishte vlerësuar se është rrezik të vazhdohet jeta në këtë pronë. Kjo detyroi familjen 5 antarë të marrin një pronë me qira, ndërsa për shembjen e shtëpisë thonë se u telefonuan të mërkurën mbrëma nga fqinjet. Kom tentu të thras në numrat që kam thirë ma herët, nuk kam pas qasje, për bes s'kam pas qasje, edhe sot mëngjes, edhe mram, pak jemi orë dhe kemi vizitu, edhe sot mëngjes, jemi orë si që përshihet, domi është i madhë, ne jem banus prej 26 viteve këto. Investimin krejt me njerëz të bollët. Nëna e 3 fëmijëve ka një kërkesë për komunën e Prishtinës. Pres që ta qesin një ekip në teren, ta vlerësojnë domin, edhe të ma kompenzojnë domin e shkaktuar nga vetë ata. Ndjenjat, nuk e di, falni, kom emocione, qysh, që, me qiro, nuk di. Për këtë çështje, TV1 ka kërkuar përgjigje nga komuna e Prishtinës, por të njëjtit gjatë ditës nuk kanë qenë të qasshëm. Ndërkohë raportimi ekskluziv i TV1 të Ejtën aktivizoi edhe organet e rendit. Këta të fundit pas publikimit të videove dolën në teren.
Pasi u vendosën shiritat e sigurisë, nga afër u shikuan edhe dëmet e shkaktuara. Rreth orës 12, policia ka pranuar informatën për shembjen e një shtëpie në rrugën A në Prishtinë. Menjëherë pas pranimit të informatës, njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku kanë siguruar perimetrin dhe janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme. Ndryshe, shtëpia e familjes Maxhunit duket se nuk është e vetmja që e posoi nga punimet në afërsi. Është kjo gjendja me të cilën përfundoi kjo vetur mëngjesin e së mërkurës. E tillë ka mbetur që 2 ditë që kur Zarfekza ju dështe intervenonin. Pasi kjo vetur në objektin e një banese në lagjën Mati 1 në kryeqytet u përfshi nga zjarri. Flakën dyshohet si avuri një grua. Qëllimi ende nuk dihet, gjërsa nga zjarri u dëmtuan edhe disa gypa të ujit në objekt. Sipas banorëve, dyshuar ka ardhur me taksi deri te parkingu, ndërsa pas e ka kryer veprën, e njëjta është larguar me taksi nga vendi i ngjarjes. Brapa kamerës, banorët thonë se tymi është përhapur në katet të ndërtesës, duke rrezikuar edhe jetën. Për shkak të tymit të madh, ata thonë se u detyruan të dalin në oborrin e objektit, por sipas tyre, e dyshuara nuk është ndalur me kaq. Banorët pretendojnë se në një objekt tjetër kanë tentuar të javër flakën në ashensorit. E dyshuara sipas policisë së Kosovës është arrestuar, ndërsa nuk janë dhënë detajet e tjera lidhur me rastin. Ju njoftojmë se një person i dyshuar është arrestuar dhe të gjitha veprimet janë ndërmarrë në koordinim me prokurorin e shtetit. Pas kamerës, banorët rrëfyen se rastet e ngjashme kanë ndodhur edhe më herët në këtë lagje, rreth 2 vite më parë. Forcat amerikane nisën ditën e 6 radhazit të sulmeve ajrore kundër Iranit. Mirëpo edhe hakmarrja iraniane u zgjerua. Jordania, Katari dhe Kuwaiti kanë pësuar secili sulme iraniane me Iranin që pretendon gjithashtu se ka shënjestruar objekte ushtarake amerikane në Bahrein dhe Siri. Hakmarrjet e reja nga Irani duket se janë më të mëdha në rajon që kur bisedimet me SBA ndështuan. Edhe njoftimet nga korpusi i Gardës Revolucionare Islamike sugjerojnë se po zgjeron sulmet hakmarrëse pas një jave sulmesh amerikane. Ndërkohë forcat amerikane goditën disa ura në provincën Hormozgan të Iranit jugor gjatë natës, duke vrarë të paktën 8 persona dhe duke plagosur 20 të tjerë sipas medjeve iraniane. Shumë nga urat që thuhet se u shënjestruan ishin në rrugët e lidhura me qytetin Bandar Abbas, një qytet bregdetar në ngushticën e Hormuzit. E si rrjedhoja e intensifikimit të sulmeve, çmimet globale të naftës vazhdojnë të shënojnë rritje. Mes këtij përshkallëzimi të konfliktit, transporti detar përmes ngushticës së Hormuzit mbetet shumë i kufizuar. Ndryshe, marrëveshja 14 pikëshe e memorandumit të mirëkuptimit, e cila u arrit muajin e kaluar ndërmjet SBA-s dhe Iranit, trajtoi disa tema delikate midis shteteve, përfshirë përfundimin e armiqësive rreth rrugës kritike të transportit detar, ngushticës së Hormuzit. Sulme të shumta izraelite në të gjithë rripin e Gazës kanë vrarë të paktën 14 palestinezë në 24 orët e fundit. Më shumë se gjysma e tyre raportohet të jenë vrarë gjatë një ceremonie varrimi. E të paktën 20 të tjerë u plagosën, tha Spitali Al Auda.